pensionistët shqiptar janë në vendin e parafundit në Europë për mbulimin e shpenzimeve me pensionin e tyre. Pra mbulojnë vetëm 29%, as 29% plotësisht jo, po 29% për rrumullakosje të shpenzimeve mujore. Këta që dalin që në orën 7 mëngjesit për të votuar socialisten dhe këta që u ka rënë fati tani kanë telefona në dorë dhe vazhdojnë akoma parti e në verë. Më vjen keq shumë se unë kam shumë miq pensionist përveç se kam prindrit e mi, po për fatin e keq të atyre do vujnë dhe ata prej shumicës, se kjo është fati i keq i atyre. Kjo është lista.